Në ambientet e bibliotekës Zoja e Shkodrës në Shkodër u zhvillua promovimi i romanit Belle Époque të shkrimtarit Gazmend Krasniqi, një vepër që vendos në qendër të rrëfimit figurën e Qemal Draçinit dhe realitetin e intelektualëve shqiptar në periudhën e pasluftës së dytë botërore. Romani ndërton një rrëfim që rikthehet në vitin 1946, duke sjellë në vëmendje një periudhë të ndjeshme historike, ku letërsia dhe krijimtaria u përballën me kufizime, censurë dhe presione ideologjike. Përmes një qasje që ndërthur dokumentaren me elementet letrar, autori trajton faktin e shkrimtarëve dhe intelektualëve të kohës, si dhe mënyrën se si historia ka ndikuar në fatet e tyre personale dhe krijuese. Fabula është e thjeshtë, jepet me një fjali. Një djaloshiri vjen nga studimet jashtë vendit dhe shikon se gjen një situatë shumë problematike për vlerësimin e letërsisë shqipe. Ai është pra një i formuar, i shkolluar me një formim perëndimor dhe ka qasjen e tij ndaj kësaj çështje. Rasti e bie që ai edhe të aspirojë për të shkruar, por edhe të aspirojë për kërkime, për studime. Atij bie që të merret me një kumtesë për jetën, veprën e një personi jo shumë të popularizuar, jo shumë të njohur gjerësisht. Është një kritik i ri që ka humbur gjurmët në vitin 46-47. Ky quhet Qemal Draçini. Kërkimi për këtë djalosh që është protagonist në libër e shpije në rrethana që ndërtojnë vetë thrillerin. Madje edhe po ta shikosh jetën e Qemal Draçinit, ai ka thrillerin brenda. Me ka rezultuar që edhe mua vetë, që kam qenë interesuar të njihem me figurën e tij, të gjenden përballë situatave të çuditshme, të cilat janë pasqyruar edhe në libër. Për shembull, është fakt konkret që një dëshmi, është dëshmia më e veçantë që i bëhet figurës së Qemalit, është bërë nga Skënder Luarasi. Dëshmoj që Draçini dhe Kuteli, Dimitër Pasku, në emrin real, Kutelin e njohim si shkrimtar, dëshmoj që ato u goditën në mënyrë të papritur, edhe nuk u dha asnjë lajm për ta, edhe nuk u dha asnjë mbështetje për ta, nga shokët e zyrës apo nga ato që mund ta thonin një fjalë. Figura e Qemal Draçinit shërben si bosh qendror i romanit, duke u përdorur si një pikë reflektimi mes raportit mes individëve krijues dhe sistemit politik, si dhe mbi procesin e kujtesës historike dhe selektimit të asaj në kohë. Promovimi u mbyll me bashkëbisedim mes autorit dhe të pranishmëve, ku ndan mendime mbi rolin e letërsisë në dokumentimin e kujtesës historike dhe në rikthimin në vëmendje të figurave që kanë mbetur në periferi të narrativës zyrtare.